një etiket të shohim a ka shkruar emra shurup dhe emra me mbiemër me fundin oz, pra glukoz, dektroz, maktoz, të gjitha këto janë familje sheqerit. Po janë të gjitha përpunuara, edhe sheqer hurmash, sepse janë të gjitha të konservuar tu. Pra kemi dektrozën, laktozën, maltozën, sukrozën, 61, kemi shurupin e mistrit, kemi mjaltin, edhe të produkte organike madje. Po të shikosh, thot atje produkte organike. Po të shikojmë disa nga këto produkte, ne kuptojmë që këtu janë produkte vërtet organike dhe thot është një produkt organik, por edhe me mjalt organik. Po ta shikosh, në përbërje, ajo ka 2 deri në 3% mjalt. Pra është e pa llogaritshme dhe ai vetëm për atë 2-3% njeriu t'i ngjelet në mendje kur thot produkt me këtë dhe me mjalt organik. Atëre një person thot që ka me mjalt organik dhe gjithë produkti se ti, çfarë të ngjelet në mendje ty te një etiketë? Kur shkruan fjala natyral, bio, apo një produkt tjetër apo natyral, kjo të ngjelet në mendje. Atëre apo me fibra të shtuar apo integrale, këto të ngelen në mendje. Faktikisht, te ky mjalti për shembull ose mjalti në përbërësin e tyre është vetëm 2 gram. Pra vetëm 2 gram mund të kuptojmë një gjë të tillë. Atëherë është një strategji e gabuar për të gënjur dhe të mashtruar padyshim konsumatorët, por pse këta prodhuesit i fshehin të dhënat e rëndësishme me emra teknik? Cili është qëllimi? Okej, përveç qëllimit kryesor që ne të gjithëve na shkon në mendje për përshkime e tjera. Maskimi i produkteve ka kohë që ndodh. Të thamë, janë fshehura gjithë pas një emri caktuar. E para kjo bëhet që konsumatori mos trëmbet. Sepse duke u trëmbuar konsumatori, këto industri do dështojnë. Dhe për këtë ne kemi shumë të qartë. Dhe çfarë kanë bërë? Kanë bërë për shembull që ai ke para këto emra të shënuar aromë natyrale. Dhe ti kujton se është aromë natyrale. Ose për shembull shënon E621, E102, E144. Janë të gjitha këto emra që janë mbrapa edhe ne kujtojmë se janë përbërës që nuk kanë asnjë problemi. Faktikisht ata janë në rregull në aspektin ligjor, se ashtu e kanë ligji, duhet ndryshojnë. Pra ata kanë gjetur mënyrat e çarjes të ligjit për të vepruar në këtë mënyrë. Por edhe pse këto janë ekstrakte të përpunuara në laborator në pjesë të tyre apo në procese industriale, to sjellin probleme. E tjetra është një element që imazhi do prishet i produktit dhe këto kompani do falimentojnë. Prandaj dhe këto nuk mund t'i shkruajnë që ka përbërje të kësaj sheqeri. Apo ka përbërje të kësaj arome. Prandaj i shkruajnë të gjitha të ndara në këtë moment. Tjetra është që gjithë këto kompani shfrytëzojnë dhe mos njohurinë e konsumatorit dhe edukatën e tyre. Që nuk e dinë se çfarë kanë përbërjet e tyre. Edhe me atë kodin E që unë thash, që në përgjithësi përdor në Bashkimin Evropian, pra kodi E dhe vazhdohet E100, E199, E299, 399, 400 etj. Ne duhet të kuptojmë se çfarë problematikash kanë këto. Emrin e plot kimik që duhen shkruar atje, apo aromave natyrale, ku shiten në etiketë. Ja të zëm një rast. E951 sjell dëmtim nervor, sjell probleme të dhimbjeve të kokës, të sistemit endokrin. I cili kush është? Është aspartami, i cili sjell dhe probleme kancerogjene që është vërtetuar në disa studime. Kemi për shembull E621, glutamat natriumin, i cili sjell problemet e dhimbjeve të kokës dhe migrenës, dëmtime dhe probleme dhe në depresion. Kemi një lëndë e cila është E250, e cila është një kancerogjene nëse do konsumohet periodikisht. Është E102, që sjell sidomos te fëmijët alergji dhe hiperaktivitet. Kemi probleme, pra të gjithë këto probleme e këtyre. Pra, këto që ju renditët pra me E përpara, të jemi tashmë më të ndërgjegjshëm që t'i lexojmë në etiketat e produkteve. Po duhet të dimë ata shënon vetëm E, po çfarë është ky E-ja? Se për shembull E102 është tartrazin. Tartrazini sjell alergji dhe probleme të hiperaktivitetit. Ne nuk e dimë se ai nuk e shkruan tartrazin, ai shënon E102. Po njerëzit duhet bëhen të ndërgjegjshëm gradualisht dhe duhet të edukohen edhe nga institucionet, edhe nga nutricionistët, edhe nga dietologët. Duhet flitet më shumë edhe në studio, edhe në emisione televizive, që të kuptohet se çfarë kanë etiketa, sepse ne sot kemi 16.000 aditiv apo 18.000 aditiv janë shtuar në ushqimet tona. 16.000 aditiv dhe lëndë ngjyrosës kemi në ushqimet tona që janë të panevojshme. 75% të këtyre aditive janë totalisht panevojshme. Po për të rritur struktura e produktit, për të rritur data e skadencës produktit, që mos dëmtohet produkti, për arsye të shumë elementeve të shijuesve, të kohës që ndron, të ngjyrës, të gjitha, të teksturës, të teksturës,
atëherë është bërë që këto janë shtuar e vazhdojnë të shtohen. Për ta joshur konsumatorin në fund janë fundit. shumë të dëmshme. Për shembull E250 që është nitrit natriumi është kancerogjen. Ne e dim shumë mirë. Atëherë përse përdoren është tjetër çështje kjo. Por ne duhet jemi të kujdesshëm. Është ngjyra e portokallit, për shembull që është E110, e cila në shumë vende ka filluar të ndalohet edhe të ulet, e cila shumë e dëmshme. Është E122 që shkakton probleme të urtikarjes, probleme të astmës, probleme të aspekte dermatologjike. Kemi E129, e cila është kancerogjen i vërtetuar tashmë. Apo kemi E133 që është ngjyra blu, që përdoret te pijet energjike, te akullore, tek shumë ushqime të paketuara që kanë ngjyrën blu, e cila dëmton gjithë sistemin tonë të ADN-s, përfyer gjithë pjesën metabolike, dëmton pjesën e zorëve, sjell probleme në sistemin endokrin dhe problemet me hormonet e tiroideve. Pra janë gjithë, po kemi edhe ruajtës të ndryshëm. Kemi ruajtës në përpijet, për shembull me pijet me gaz që është E221, është E220 që është e frutat e thatat të spërkatura, që shkakton probleme me frymarrjen, me mushkrit, me probleme të rënjes së sistemit imunitar, apo te mishi i përpunuar që kemi ne është E250 që është një kancerogjen për problemet e zorëve. Pra kemi kaq shumë konservant, kemi kaq shumë përforcues shijes, kemi kaq shumë element kimikat në ushqimet tona që ne duhet i dimë. Ne nuk i dimë në këtë rast. Sepse nuk e kemi kulturën e duhur për t'i lexuar. Tani mund të jetë një logjik praktike që një produkt sa më pak etiketa e shkruar, sa më pak produkte të ketë aty, aq më i lehtë është për ta marrë ne dhe për ta zgjedhur në këtë formë. Pra, është një rrugë e duhur kjo? Sa më pak aq më mirë? Po, patjetër që është më mirë kur tjetër, po duhet të dëgjojmë edhe një gjë. Kur zoom që parë produktet që shënohen, kemi edhe produkte që janë ato produktet light, me yndyrë të ulët, pak gluten. Ta kuptojmë edhe këtë gjë. Nuk është e thënë që ti ke produkt pak gluten, edhe ai është në pjesë të madhe të produkteve pak gluten, përsëri kanë vajra të hidrogenizuar. Kanë nivele të larta të kripës. Pra duhet ta dimë, sepse ne nuk i dimë ndonjëherë. Edhe themi ore pse janë këto, është pak gluten, është i mirë, ose është light. Light nuk ka, pra një diçka që është, nuk ka një listë të posaçëm që se kjo është për nivele të ulta të kalorisë. Po, e gjejmë kryesisht tek krem djathi, tek kosi, tek bumeti, këtë lloj te pjesë. Po e gjejmë që nga pjesë freskuse, te djatra, te disa salca, te gjalpra, por kjo nuk do të thotë që ai nuk është i përpunuar. Pra mos gënjemi edhe nga këto, se këto janë goditje të vogla marketingu që bëhet për trurin ton, që luhet me trurin ton. Dhe ky është një nga problemet e tjera që ne duhet dimë. Tani, në pyetje që më bës për çfarë ma thuaj edhe një herë këtu? Pra, ne thamë që kur blem një produkt, duhet jemi patjetër të ndërgjegjshëm për të lexuar se çfarë shkruar në etiketën pas këtij produkti. Që do të thotë, nëse ky produkt ka më pak të shkruar nga këta përbërësit, besoj se do të jetë më i lehtë për ne për ta zgjedhur. Çfarë këshillash, pra 5 hapa këshillash praktike do t'i jepnim ne shikuesve? Për shembull, kam këtu një material. Nëse do të shohim listën e përbërësve tek një produkt, etiketa e tij. Përbërësit renditet normalisht sipas sasisë apo jo, nga më i shumti tek më i pak, tek më pak gramatur. Nëse sheqeri, vaj apo kripa janë të parët që renditen, i bie që ky produkt është apo jo problematik. Në qoftë se sheqeri i vaj edhe para, po patjetër është më problematiku nga të gjitha. Ashtu? Patjetër që po, patjetër. Do të shikojmë nivelin e yndyrave. Çfarë yndyrash janë? Janë yndyra trans, janë yndyra ngopura, yndyra pa ngopura, sepse zakonisht në etiketë zakonisht shënohen 3-4 lloje të yndyrave që mund të ketë ky produkt. Po ashtu shënohen disa nga edhe pjesa e karbohidrateve ngatrohet. Pra shkruhet karbohidrate, po brenda karbohidrateve në disa etiketa është i ndërtuar dhe sheqeri. Pra pjesa kryesore e sheqerit do mund të jetë ndoshta dhe pjesa më e madhe e sheqerit. Dhe njerëzit kujtojnë se kanë marrë një problem me vetëm me karbohidrate. Le të zëm për shembull një lëng frutash. Kemi dëgjuar për shembull një lëng frutash që ne e marrim për fëmijët apo veten tonë, 100% fruta në mënyrë pa sheqer të shtuar. Apo fruta pa sheqer të shtuar, apo natyral, mund të themi. Çfarë ndodh? Vërtet është shkruar kështu, po ta shikosh nga mbrapa, në përgjithësi aty shkruar koncentrat i asaj frute, i rushit, i mollës, i dardhës çka kanë bërë. Tjetra ka nivel të aksidit citrik dhe disa elemente që unë do t'i them, apo koncentrateve të tjera. Tani duhet të shikojmë. Gjithë ky koncentrat, pra koncentrat mollës ti është ndërtuar koncentrat i mollës. Ky është një manipulim, se koncentrati i mollës për të bërë, ne dim shumë mirë që ato fruta janë zdier, janë përpunuar, janë marrë niveli i lartë i fruktozës, që është shumë e dëmshme.
Dhe ne dim shumë që shumë e dëmshme. Në ana tjetër, ato kanë maltodekstrinën. Maltodekstrina është një sheqer industrial me nivel më të lartë glikemik se sheqeri i bardhë. Që e shkatron totalisht pankreasin që në momentin e parë që futet. Por kjo është e maskuar te fjala natyral, sepse seri kemi një lloj manipulimi këtu mund të themi. Po, sepse ajo mund të thotë përpara natyral, bio e të tjerë, po nga mbrapa te etiketa janë të tjerë përbërës aty. Po koncentrati nuk është i të hash një mos freskët, apo siç e ke shtryer. Koncentrati është një lëvizje, është reduktuar, koncentruar, ka sasi të larta fruktoze, por duke mos thuar sheqer të shtuar nga jashtë, ai është në rregull me etiketën. Pra ai ka thënë nuk ka sheqer të shtuar, por faktikisht është marrë nga fruktoza dhe nga pjesa tjetër që mund të hedhësh që është shtuar ndoshta atje edhe saharozë të tjerë. Pra është një trik ligjor që ne na ndodh në këtë rast. Dhe kjo ndrohet me një përveç acidit citrik që ai mund të ketë, që është rregullues i aciditetit, por është edhe një konservues, ka edhe elemente të tjerë të cilët mund mos jenë të shëndetshëm, kështu që ky do sjellë problem, mund të ketë natrium benzoati, që është një konservues. Ka natriumi benzoati që është E211, e cila ne dim shumë që është një kancerogjen, në shumë vende të botës madje mund të jetë ndaluar. Pra, po s'dëm vetëm këtë rast të manipulimit. Në qoftë se do t'ju them mund 2-3 raste, në qoftë se më lejoni 2 raste shumë të shkurtra, të një manipulimi shumë më të madh, që çfarë ndodh? Për shembull, shkuhet bukë integrale me fibra natyrale. Është një botë kjo. Pra fibra që në momentin e parë kur ti goditet, bukë integrale me fibra natyrale, ti e merr thua, është natyrale, certifikuar e kontrolluar. Çfarë shikon nga mbrapa? Ka 50-55% grur. Ka pjesën tjetër vaj palme, ka sheqer, ka gluten, glutenin e ka sepse është nga gruri, ka melas të shtuar për arsye të ngjyrës, ka shurup të fruktozës, ka fibra të shtuar dhe aroma natyrale. Tani le ta shikojmë. Në qoftë se kemi 51% ose 55%, 60% grur, kjo tregon që është i rafinuar. Buka integrale ka 100%. Ka 3 forma të sheqerit që shehun në etiketë. Pra kemi sheqerin e thjeshtë që është bërë, është melasta dhe shurupi i glukozës dhe i fruktozës. Të shpërndara të 3 në listë dhe ti nuk e kupton se çfarë janë. Kemi vajin e palmës, që është i fshehur mes tyre, dhe kemi fibra. Po ta shikosh një bukë fibra, janë 2%. Fibra do të jenë mbi 7% në një bukë, jo 2%. Pra nga kjo 2% që ne krijojmë mashtrime. Pra kjo është thjesht për karent që të mashtrohet konsumatori. Kemi një kost natyral me fruta. E shikojmë që ka qumësht pasterizuar në mbrapa, ka shurup të glukozës, që është afërsi 7-8-9% në përgjithësi, ka 5-7% fruta, që mund të jetë banane, lule shtryr dhe boronit, çfarë mund të ketë, dhe ka përforcues shije. Kush është përforcues i shijes? Apo dhe acid citrik ka përforcues shije, ka dhe ngjyros natyral, që mund të jetë beta karoteni apo tjerë, ka dhe aromë, që mund të jetë banane, lule shtryr dhe çfarë është. Kush është mashtrimi? E para natyrale përmban shurup sheqeri, që është 8 ose 9%. Frutat nuk e kanë më shumë se 3-5%. Kjo tregon që kemi sheqer të shtuar. Kemi frutat e konservuara, e koncentruara, që do të thotë që janë të përpunuar, kanë humbur pjesën më të madhe të tyre të fibrave. Kemi aromat, pra nuk kemi copat të sakta të frutave. Është aroma ajo që është e bananes, e lule shtrydhës, aroma, është ngjyrusi, që ta ngjyrosi me ngjyrën e bananes, të lule shtrydhës të tjerave, pra që mund të jetë 160 apo të tjerë, që janë ngjyrus të verdh. Pra shiko çfarë etikete. Një nga më të mashtrimet që është bërë për shumë e kam parë në Suedi. Biskota energjike që ka rekomanduar dietologët bile. Biskota energjike me mjalt organik dhe me drithra organike. Po ta shikosh, mielli i rafinuar, sheqer, 4 forma të sheqerit, që nga dektroza, sheqeri mistrit e tjerë, vajin e palmës, mjalti ishte vetëm 2%. Vetëm 2% që ishte ai mjalti organik. Pra parancë vetëm për atë fjalën organik, pra atë mjaltin 2% organika e ka vënë etiket. Dhe ka plur drithrash dhe ka 4 element kimikal, E471, E481, edhe të tjera për problemin e teksturës të butë që ty të biskota e mirë, edhe të rezistojnë. Kishte dhe aroma... Tu te këto etë, se i përmendëm disa herë, të gjitha etë janë të dëmshme, apo shumica janë? Jo, nuk janë, ne do t'i njohim se ata janë shumë. Jo të gjitha. Unë zdura disa janë shumë të dëmshme, disa janë pak, varet nga konsumimi. Disa janë pak, disa janë vërtetuar që janë brenda normës, por është i puna një helmi, që ti pi një herë dhe je brenda normës. Pa po themi, po konsumon një cigare dhe thua shoh një cigare nuk më dëmton, ndërsa 5 cigare më dëmtojnë më tepër. Po përsëri dhe ajo një cigare ka pjesën e dëmit vet. Shiko ku kemi një mashtrim tjetër. Shikoni një kost frutash natyral për fëmijë dhe themi ka përmbajtje vitaminës D në etiketë. Që është parë për shembull. Po ta shikosh në etiketë vitamina D është vetëm 3%.
e pa llogaritshme fare e vitaminës D. Plus që është një vitaminë sintetike edhe është vitamina D2 në këtë rast. Pra që ta kuptojmë kur është kjo. Tani, për problemin e përzgjedhjes çfarë duhet bëjmë ne kur zgjedhim ushqimet? Më bët pyetjen. E para njëherë duhet të blejmë gjëra sa më shumë natyrale edhe në dukje, edhe në përbërje. Në qoftë se do marrim gjërat e hapura, pra gjërat po themi pulën, vezën, mishin, peshkun, dritrat, frutat, perimet, kjo është tjetër çështje, problemi që kanë ato kimikatet apo pesticidet është tjetër element. Duhet të shmangim sidomos sën kryesore që quhet ose fjala shurup, pra sën ta kem parasysh, shurup ose ozë në fund, që është dektroza, laktoza, maltoza etj, pra të kem kujdes që mos kenë stati të këtyre. Të kem kujdes tek buka e bardhë, tek brumi i bardhë, tek mielli i bardhë, tek makaronat të plota që janë bardha, te niveli sodiumit që është shumë i lartë. Sodiumi do të thotë është krip e tepruar. Ata që shkojnë sodium, ne nuk e kuptojmë fare, themi ne nuk pas ka krip kjo. Dhe konsumoj ka shumë njerëz, por nuk pas ka krip, ajo ka 4 gram sodium. Dhe po ta shikosh madje edhe një patatinë ata thon për 40 gram është kaq kripa. Faktikisht patatina është 120 gram. Po ta shumëzosh me 3 del, pastaj mos të themi, po njerëzit kujtojnë se marrin vetëm aq.